Sot do ju tregoj se çfarë produkte shpërdorum veçanërisht kur jam në plazh, por edhe në Tiranë gjithashtu. Keni pyetur ai shumë për flokët, si mbaj flokët kaq natyral, gjatë, bukur, shëndetshëm etj. Kam shumë kohë që përdor këtë shampon e Sizzlit, që është jo vetëm për flokët, por është edhe për skalpin, është rivitalizante dhe voluminoze. Kjo shampon pëlqen shumë. Pasi i laj me këtë, në fakt të periudhë plazhi, veçanërisht përdor këtë kremin maskën. Ta vendos tani se vetëm e kam larë kokën. Duhet kaq pak. Është një mask në fakt që ta ushqen flokun. Është ta zbut, ta izolon nga temperaturat e larta dhe është një mask pa shplarje. E voilà, kaq mbarova. Shifë sa i but bëhet floku më njëherë. Po edhe shampo ta lë shumë të but. Në fakt, unë jam shumë e kënaqur me këto produkte dhe kam shumë kohë që i përdor dhe kur dua të jap më shumë volum flokut, vendos këtë sprayin që është voluminoz, që është i Sizzlit. Pra, kam vetëm këto 3 produkte për flokët. Këto të dyja janë must. Tani jam gati dal, nuk do t'i thaj flokët sepse është shumë ngrohtë jashtë dhe më pëlqen dhe gjithmonë dal me flok të lagura, që nuk zgjat as 7 minuta, se thahen me njerë, po shikoni që kësa të buta ja, që si kam bërë asgjë. As i kam kreur, as i kam tharë. Me fustanin e Arminës, që do ma shini shumë shpesh veshur, se më pëlqen shumë, si një hawaiane, po dalë, qof sunsetin, ciao. Më falni se kam harruar të pyes për diçka shumë serioze. Këtu më duhen vetëm gocat. Për para ciklit, kush bëhet kështu? A ka një zgjidhje kjo gjë? Sepse një javë në muaj unë jam kështu, me një bark të fryrë të lumbac, dhe nuk është normale. Apo është normale, ka shumë. Më thënë, kam një ndryshim, me zi më mbërthejnë rrobat. Një javë në muaj jam kështu. Qa do me thënë kjo? Ndërkohë, për para, jam kështu. Shtë ndryshime. Nuk kam ngrënë, nuk betohet, nuk kam ngrënë fare. Këtu dhe bëj shumë notë, bëj shumë aktivitete fizike. Njëpni përgjigje nëse keni, u lutem.